Përshëndetje. Mirë se vini në një tjetër episod të She's on Air. Java na iku shumë shpejt dhe ja ku jemi ne si çdo të inte me të ftuar dhe tema akoma më pikante. Tani unë dua të them një gjë. A ju ka munguar? Dici mua më ke munguar shumë. Po, na ke munguar, na ka munguar edhe shumë. Edhe shqyr që erdhe dhe mos ik më. Ja, nuk goj Desiana? Ç'është kjo ironi? Ua, që bën sikur se dinte, ti s'ke ndier mungesën e Desianës. Bën shaka, nuk ka seriozisht. Se këtu nuk kemi debate. Ne të dyja nuk flasim më. Ne këtu nuk kemi debate, po e di çfarë temë. Ore, sot është një temë që nuk e di. A duhet ta, do të thënë edhe po nuk e tha me zë, është një temë që mendoj se i ka prekur të gjithë një herë. Do të thënë, e ke parasysh kur je me dikë dhe mendon se të do, po nga ana tjetër mendon se dhe mund të përdori, do të thënë është duke të përdorur. Do të thënë a është dashuri, a është ego, a është interes, nuk e di. Unë do të ndërpres këtu, sepse fillimisht do kalojmë pak tek thashë themet e javës. Po si harova, unë se më vdes për thashë themet. Po, dhe më pas do flasim për temën. Po, patjetër. Atëherë, Kristina, me qenë se e nise, na e thuaj pak thashë themin më pikant. Tani, thashë themin më pikant i kësaj jave, ju e dini shumë mirë kush ka qenë Loredana, që është përfolur përputhja e parë. Përputhja e parë. Çka po thu bre? Përputhen, hera parë që ndodh kaq shpejt. Jo, dhe është për të duar trokitur. Në përputhen? Përputhje në përputhen. Po, dhe asnjëherë nuk ka ndodhur javën e dytë përputhen. Kush janë konkurrentët? Është përputhur me kë konkurrente? Janë Loredana Brati dhe Kejse, një nga Po Loredana s'është konkurrente. Loredana është po tani këto gjëra ndodhin ku njeh dashuria, a ka konkurrent apo jo? Po u desha. Shkon e ha një dark. Ose drek. Çfarë do të gjë që ket? Po mirë goca, po atë thashë themin që qarkulloi ajo fotoja e meriton mjekishit me Eriola Doç. Tani të them të drejtën, ajo fotoja ishte një foto e cila është kapur nga një film që ne tani të gjithë e dimë se filmi është. Po, ishte puthje skenike, domethënë. Po nuk e kuptoj. Po nuk e kuptoj se puthje skenike kanë bërë dhe unë me Enxhin. Ç'do të thënë kjo apo jo Enxhi? Ja po thoni edhe një herë. Në fakt goca jemi puthi herë, nuk puthemi më. Në fakt goca nuk doja më shumë të t'i vija vëmendje puthje, sesa doja t'i vija vëmendje pak më shumë faktit që këto foto që të gjithë publiku e din që përdoren për, domethënë janë të xhiruara nga një film, po përdoren për të bërë lajm. Marketing i mirë. Po, si formë marketingu. Po, ky nuk doli as nga filmi, as nga një regjisor, as nga një person, domethënë doli nga një faqe komplet random, që që shife se meritoni me Eriolën kanë shkëmbyer një puthje. Pra ti na pa aludon që kjo puthja mund të jetë e vërtet? Jo, unë pa aludoj që personazhet e kanë çuar vetë për të bërë lajm dhe për të hyrë në vëmendje, sepse ndoshta e ka rënë vëmendje. Kjo nuk diskutohet që ajo lloj puthje apo ajo lloj postimi është bërë për faktin që të bëj zhurmë. Ndonjëherë marketingu nuk është të thonë që duhet ta bësh vetë, sepse ndonjëherë bëhet më mirë nga specialistë të fushës, po që normalisht unë mendoj se është diçka e sisur. Po, unë ashtu mendoj. Pastaj se folëm dhe për temën e Loredanës, edhe Loredana pse jo, ndoshta ajo marrëdhënie s'është fare e vërtet, po është diçka për të qenë zë. Vërtet e kaluam pak shpejt të pjesën e Loredanës, sepse pak më parë në një lidhje në Skype, në Live from Tirana. Po, disa ditë më para, dje, mos gaboj. Po, dje. Ajo domethënë tha që djali ishte kamarier. Jo, ajo tha që djali punon aty. Po pra, pse ja bluz me jak? A nuk vesh i kamarier bluz me jak menaxher? Do t'i vëri se vetë lokacioni ku ishte është në Vlorë. Në Dërmi, nuk është mbyll akoma sezoni, punojnë njerëzit në sezon. E vërtet. Pse do të thënë shi salerg janë, kanë distancë sociale. Po, ai thjesht po i tregon tavolinën, nuk është se po po ta mendosh mund të kenë qenë edhe në xhirime. Jo, ajo tha që s'kemi qenë në xhirime, kam rastisur tha tek restoranti, punonte djali dhe ka asaj nuk mund të bëhen xhirime. Po Desiana do mbroj shoqën gjithmonë po. Asaj edhe aty. Tani, sidoqë të ketë qëndruar shiko, ata duken shumë të ftoftë fizikisht nga njëri tjetri. Është pak e çuditshme fakti që ajo tërhoq nga përputha, nga pozicioni i saj si kupidi. Kështu që a mendoni ju se kjo ka ndikuar në Mendoj se në botën e televizionit, siç ne e dimë, shpeshherë ka dhe marrëveshje që nuk shkojnë siç duhet, por nuk mendoj se dhe sikur ajo të ketë marrëdhënie me këtë djalin, duhet kishte një arsye për të tërhequr. Unë e shoh shumë arsye të fortë për të tërhequr, të drejtën. Nuk e di, tani edhe sikur
Do të thënë nuk e di, edhe sikur, shiko, jo bre. Dhe që Po çaj jo bre se ai ngjante me Jozin, po e shifja kështu thash paska she has a type. Literalisht thash, okay. Po dhe sikur dhe po të jenë, ju urojmë të jenë të lumtur, tani nuk e di unë kam uruar të lumtur me Don John Loredanës. Unë thjesht uroj njerëz që gjithmonë të jenë të lumtur. Po Loredana. Kurse unë mendoj që ai çuni kishte nevojë për tani. kupidin e përputhën dhe thjesht deshte të merrte sa këshilla nga Loredana dhe prandaj ishit aty. Nuk e di, ne thash, nejse, thash e theme të tjera. Se këto çifte. Unë dua të bëj një pyetje Enxhi, se Enxhi po, kohët e fundit ti e futur te së diell. Po, emisioni i së diellës. Po, më fal. Dua të di tani ndonjë thashë them që ke dëgjuar aty brenda, ndonjë takim. Enxhi është ai, Enxhi ti i bën ato backstage-et. Po, unë jam Brown, unë jam imazhi i backstage-eve të së diellës, dhe në backstage si fillim suksese. Por dua t'ju them që në backstage-et e së diellës çfarë nuk ndodh. Çfarë ndodh? Si për shembull? Unë për shembull po them vetëm një rast dhe po them atë më pikantin, ku unë kam qenë dëshmitare të përballjes së parë të Xhenetës edhe Egli. Tallesh. E ke filmuar? Isha gati ta filmoja, po nuk dija si të reagoja, kupton, ishte një zën shok. Po prit. Ne ishim te kafja. Me Eglin pasi mbaroi emisionin e saj Yesterday dhe tu bë muhabet, futet Xheneta. Ku futet? Futet në muhabet, futet nga porta e topit. Okej. Dhe ne të gjithë e pam, ndërkohë Egli ishte me kurriz. Ishim kështu të gjithë na kap jankthi, çfarë do ndodhi, si do reagoj, kupton? Edhe Xheneta erdhi, nuk e pa që ishte Egli, por na përshëndeti të gjithë dhe na takoi, na puthi dhe ne Se pa vërtet? Po, nuk e pa se Egli ishte me kurriz, por kur e pa Xheneta i foli. Xheneta i foli Eglit. Po di hapin e para dhe i tha si je. Dhe Egli tha, mirë. Kjo është për për një paqe. Çfarë lidhje ka se mund të keni pëlqyer të jetin person, në fund të ditës jeta vazhdon. Dhe në fund të ditës asnjëra nuk është me atë person, kështu që nuk kam pse të mbajnë atë mbetje. Në fund të ditës time, Shembulli më i mirë i gocave që mbështesin njëra tjetrën, pavarësisht një mashkull. Ne po prisim të plaste lufta apo gjithsesi. E po, ato janë Shpresoj mos jetë fasad. Ato janë treguar dy vajza shumë të rritura. Po. Bravo. Dhe mos jetë fasad. Vajza. Ka ardhur momenti që ti dedikoj Eglit dhe Xhenetës një këngë. Po, ju përshëndesim. Të përshëndesim Egli.